Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim, të nderuar vëllezër dhe motra, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët takimin e radhës rreth komentit të haditheve të Sahih Imam Bukhariut, Allahu e pasmëshiruar. Edhe me tej jemi në kapitullin e imanit, respektivisht nën kapitullin Itiba'ul Janaizi min al-Iman, përcjellja e gjenazeve është prej imanit. Autori e sjell hadithin e Buhariut radhiyallahu anhu, i cili tregon se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: "Men tabi'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban", ai i cili e përcjell gjenazën e një muslimani, imanan wa ihtisaban, me bindje në Allah, me iman në Allahun azza wa jall, wa ihtisaban, duke kërkuar të Zotit shpërblim për izat Zotit. Wa kana ma'ahu hatta yusalla alaiha wa yafruga min dafniha, dhe qëndron me atë gjenaze derisa të falet namazi gjenazës dhe vazhdon edhe me të qëndron me gjenaze derisa të varroset ajo. Fa innahu yarji'u min al-ajri bi qiratayn. Personi i tillë kthehet në shtëpinë e vet me sevap sa 2 qirate. Kullu qiratin mithlu Uhudin. Secila qirat ka sevap sa kodra e Uhudit, është sa kodra e Uhudit. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن تدفن, ndërsa ai i cili ia fal namazin asaj gjenazeje dhe kthehet para se me u varros gjenazja, fa innahu yarji'u bi qiratin, personi i tillë kthehet me një qirat sevap apo shpërblim. Ky hadith, të nderuar vëllezër dhe motra, të regon, në fakt vendin e ka atje për të kapitulli gjenazeve, ku atje autori do të flet gjëra gjatë, sjell hadithet shumëta, por e ka sjell këtu për me tregue se falja e namazit të gjenazës, përcjellja e namazit të gjenazës, qëndrimi, shoqërimi i gjenazës derisa të varroset, është amel, është vepër e dashur të Zotit dhe është prej imanit. Për ndryshe, hadithi që thash shpjegohet atje në kapitullin e gjenazeve. Ky hadith, pas tjerash, tregon se ky Islam kaq madhështor e respektoi, e ngriti njeriu, kuptim figurativ e shejtroi, ngriti njeriu, e harron shejtrinë e njeriu, dinjitetin e tij, ndoshta më shumë për shtatet, për së gjalli dhe për së vdekuri. Për së gjalli dihet, ndërsa këtu e cek ruajtjen, ngritjen e dinjitetit, respektin që i bëhet besimtarit, edhe për së vdekuri. Kjo për faktin se që dimi ne musliman të gjithë, Allahu ne ka bë farz faljen e namazit të gjenazës. Por farz kifaje, jo farz ain. Farz kifaje është për qëllim dikush m'ia fal gjenazën, dikush prej muslimanëve më çu dhe m'ia fal gjenazën që atij të vdekuri. Është farz. Nëse kryen një pjesë, obligimi bie nga të tjerët. Nëse nuk e kryen kërkosh, gjenazarin të gjithë ai rreth që e kanë varrosur pa ia fal gjenazën. Dhe vetëm kaq, por m'ia la gjenazën me pështjell me qefin, m'ia fal namazin e gjenazës dhe me varrosën, varreza që shiko ai një muslimani. Hak joni ndaj të vdekurit. Kena hak ndaj të vdekurit. Me përcjell vëllain ndaj të vorrët. Vëllai jonë është ai hak ndaj tina. Për ata ne themi si musliman, kemi hak ndaj të gjallit dhe të vdekurit. Kemi hak në gëzim dhe në hidhrim. Ki hak në gëzim, sepse do të më shkue kur ka vëllau gëzim, me marr pjesë në atë gëzim, edhe nëse nuk fton më shku m'ja oru bile, m'ja bu për hajër. Në hidhrim, më shku më ngushëllu të gjallin, po edhe me varros të vdekurin.
Nuk ka këtu punë e jaranie, e mitësia, ato janë shtesë tani, ta shtojnë obligimin, por kjo është parim mes muslimanëve. Pra, hadithi po të regon se sa sevap. Ka robi, muslimani, me shku me përcjell, mja fal gjenazën, një të vdekurit musliman, me përcjell deri te varret dhe me qëndru aty derisa të falet gjenazja. Këto 3 veprime. Ja fal namazën e gjenazës, me shoqëru gjenazën në varreza dhe me prit derisa të varroset gjenazja e pastaj më kthit te shtëpia. Ai cili bën këto 3 veprime, pa thot ky i bekuar alayhi salatu wassalam, kthehet në shtëpinë e vet bi qiratejni, kullu qiratin mithlu Jabal Uhud, kthehet te shtëpia me 2 qirate. Secili qirat është sa një kodër e Uhudit. Pra, ka shumë sevape, të cilat peshojnë në ditën e Kiametit, në peshojat tona, të cilat na matën veprat, sa peshojnë këto 2 qirate, apo sa peshojnë, secili qirat peshon sa kodra e Uhudit. Ka dashur ai bekuar këtë hadith për thot duke qenë në Medinë e kodrën e Uhudit tanë Medinaset e din, mi tregu se shehni këtë kodër që është perifer të Medinës, 5 kilometra prej xhamisë pejgamberit alayhi salatu wassalam, e që është e gjatë mesatarisht 7 kilometra, parapërsisht 7 kilometra e gjatë, ndërsa e gjerë mes 2 deri në 3 kilometra. Pra është kodër shumë e madhe. Sa kjo kodër është quhet një qirat. Sa kjo kodër ka sevap, mja fal namazën e gjenazës vëllaut apo motrës muslimane. 2 qirate të tillë, 2 kodra të tillë sevap. Pra sa 2 kodra të mëdha si Uhudi sevap, ke nëse i kryen 3 veprime ndaj të vdekurit musliman. I ja fal namazën e gjenazës, e përcjell gjenazën deri në varreza dhe qëndron aty derisa të varroset e pastaj kthehesh. Imagjino të dashurit e mi se sa sevap merr robi me ja fal namazën e gjenazës një vëllau, një motër muslimane. Ama, është shumë e rëndësishme. Hadithi po thot imanen wa ihtisaban, men tabi'a janazata muslimin imanen wa ihtisaban. Ai cili e përcjell gjenazën e një muslimani apo muslimaneje, imanin, me iman në Zotin, me iman në namazin, vlerën e namazit, me iman në natën e vorrit, me iman dhe bindje në ringjallje la ilaha illallah, iman besimtari, wa ihtisaban, dhe me kërku shpërblime, shku për zot Zotit, me bën një lutje, një dua vëllaut dhe motrës, me bën një shërbim vëllaut dhe motrës muslimane, ihtisaban, me kërku shpërblim të Zot. Pra, jo për sy e faqe, jo për kapoq, e përdor populli, më shka për kapoq, për shka për zot Zotit varreza, shka falja namazën e gjenazës, la ilaha illallah, mos shka për kapoq, mos shka për emen, mos shka për më dok aty, mos shka për me të patë të tjertë aty, që shveprojnë se di numër i madh i qytetarëve tonë, i vllaznive tonë, të cilët vinë të vorët aty, e mblidhen të vorët, as nuk vinë me abdes, as nuk ja falin gjenazën, as nuk bëjnë lutje për te, madje, bëjnë Allah me zveti, e dikush cigaren, e dikush atë dujkesh, e të bëlla për dynja, pse marrë vëlla shkove? Apo e din që shkove dhe asgjë nuk përfitove, vetëm sa unë ngarkove. Që është marrë vëlla hub këtë sevap, ka që të madhë, la ilaha illallah. Sa 2 kodra, sevap, ku i merr ato? Ku i gjen ato? Ku është i jep ato? Për ata muslimanët, gjithherë, deri në këtë kohë, në këtë zaman, bojnë gara, përpiqen,
që të falen në xhamin apo në xhamit në të cilat zakonisht falet namazi i xhenazës. Për shembull në Prishtinë, te xhamia e madhe janë falë xhenazet. Tash te xhamia e cila është e Vorrit. Në qendra të qytetet ndryshme të Azamin, Damaskën, Namanën, Medinën, Riyadh, ku ta diune, në xhamin kryesore, apo të katër xhamia kryesore. Dhe njerëzit ecin bukur gjatë, për shkep falë namazat e dekën e qindine namazën, ndoshta ka xhenaze, e për pas sevapit të namazet e xhamatit, ta marrë dhe një sevap, edhe një kodër bile, e t'ja fali namazin e xhenazës, ndonjë të vdekuri. Në Vorrë shka prezat Zotit, shka në varrim, shka me abdest, falë namazin e xhenazës vllaut dhe motrës, për cilët ditë të Vorrit, qëndratë deri sa të varroset, e pastaj i kthehesh edhe përfitove shumë. Nëse më rëndësi përfitove nga ana sevapit shumë, po edhe nga ana psiqike përfitove, sepse njeriu kur shkon për izat Zotit në varreza, për izat Zotit, ai ndalet dhe mediton, e kujton këtë vdekur i cili deri sa do po dje, ka qenë edhe i gjallë, në kam të veta, ka lëviz, ka fol, a kanë sikur se ne të tjerët, por sot është tjetër, është trupin ngurt, nuk lëviz, nuk të përgjigjet, fali sa të dosh, nuk ka aftësi me mbrojt vetë vetën nga asgjë. Qa t'i bojnë ana, a i pajtan, s'mund të refuzoj. La ilaha illallah. Kjo është dynjaja. Se cili ka me ranë tabut, ka me ushtrin tabut. Tabut është ai që e banë shpinë me që të Vorrit. Kështu që përfiton robi shumë. Pra, hadithi po tregon se ai i cili kryen këto 3 veprime ka sevap sa 2 kodrat më dha, respektive sa 2 herë Uhudi. Ndërsa ai i cili veç fal xhenazë dhe kthehet, e që mundohet njeriu është përgut, janë orët larg, nuk ka kohë, ja fal namazin e xhenazës, edhe kthehet të shtëpia veç shkon punë ti, ndërsa të tjerë shkojnë e përcjellin xhenazën deri te Vorrit dhe varrosin. Kë e ka një kirat. Një kirat, dhe kjo elhamdulillah është dhuratë e Zotit te bareke ve taala. Kështu të nderuar, ne ngritemi te Zoti me veprimet tona. Kështu ne përpas që afrohemi te Allahu, edhe afrohemi te njëri tjetri, sepse i respektojmë një besimtarët, i respektojmë muslimanët, për së gjalli, po edhe për së vdekur. U falim xhenazën, i përcjellim varreza, i varrosëm, dhe presim deri në fund, e pastaj kthehemi. Këtë e bojna për hatër të Allahut. Është vëllai joni musliman, është motër jonja muslimane. Pavarësisht çfarë amele ka pas, pavarësisht a kemi njoft, se kemi njoft, e kem pas tafër, se kem pas tafër dhe kështu me radhë. Allahu na marr shpirt me faqe të bardhë. E na bëf sa të jetojmë dynja, të pajisemi, të mbushemi, sa ma shumë, me sevape, me shpërblime, duke bërë amelet hajrit, veprat hajrit, në mënyrë që të na gjenden kur dalemi para Allahut Azza wa Jall ditën e Kiametit. Allahumma amin. Dhe deri takim në radhës, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري